Zjarri ndizet me dronjë të vegjël. Ebu Ziyad el-Bustani ishte ngritur për të falur namaz nate dhe pa pritmas afër tij sheh birin e tij të vogël. Ndjeu keqardhje për shkak të fëmijës së tij dhe të ftohtit të madh dhe i tha: "O biri im, fli, sepse para vetes ke një natë të gjatë." Fëmiu i tha: "Po pse falesh ti?" I tha: "O biri im, Allahu ka kërkuar nga unë të ngrihem për namaz nate." Fëmia i zgjuar ja ktheu: "Unë kam mësuar nga ajo që ka zbritur Allahu në Kur'an. Ai thot: me të vërtetë Zoti yt e di se ti në adhurim kalon më pak se 2/3 e natës, gjysmën e saj ose 1/3 e saj, si dhe një grup prej tyre që janë me ty." Surja Muzammil, ajeti 20. Kush janë ata që ishin me Muhamedin a.s. Babai i tij i tha: "Ata ishin shokët e të dërguarit të Allahut." Fëmia ju lut: "Mos më ndalo të të shoqëroj në nënshtrimin ndaj Allahut." Babai u çudit dhe tha: "O biri im, ti je ende i ri dhe ende nuk e arritur moshën e pjekurisë." Fëmia ja ktheu: "O babai im, unë shoh nënën duke ndezur zjarrin me dronjë të vegjël që të ndezin ata të mëdhenj. Kështu që kam frikë se Allahu do ta fillojë nga ne ditën e gjykimit, para se të fillojë me të mëdhenjt, nëse ne e neglizhojmë adhurimin." Babai i tha: "Ngrihu biri im, ti me të vërtet meriton për Allahun më shumë se sa unë."